O pika. Do me thënë unë, si pas tyre, në takimin me votues të parë atje që po tregoja një histori me Pandi Majkon atje që lidhet me historinë tonë. Edhe që ishte ai epizodi i nxjerrjes fotove të mia nudo dikur në fushatën e 2007-s. Nga këta zhabulanët që sot bëjnë edhe moralistin, e tregojnë edhe që është familja këta zhabulan. Edhe përmenda që janë në Google. Para njëherë në Google janë të mbuluara, që se këtyre është tiki mendja kokës. E dyta, nuk ishin fëmijë ata. Dhe e treta, po mirë morë, si ka mundësi, ku e gjejnë këta kapacitetin të më bëjnë mua moral, kur këta çdo ditë u tregojnë fëmijëve, u tregojnë familje, u tregojnë shqiptarëve, se si nuk duhet të sillet, se çfarë nuk duhet të thotë njeriu, me akuza, me shpifje, me sharje ekstreme, me nuk e di domethënë, zi nga të katër anët, si ka mundësi. Jam pa fjalë, edhe nuk kam asnjë ja dhe një tjetër këtu. Kur e ke pas vizitën e fundit në USA kam pas, kur kam pas punë, të shkoj në USA. Çfarë problemi keti tani? Si e keti hallin? Ty të kanë thënë që nuk shkoj unë dot në USA. Kush ta ka thënë? Non grata ta ka thënë. Se hoqi e dorë Edi Rama nuk e përmend më non gratën. Po nuk e përmend më non gratën se nuk kam pas arsye dhe nuk jam duke bërë këtë sot me këtë komunikim në këto kohë dhe në këtë rrugë drejt finishit ku ka gjëra më të rëndësishme se non grata. Po me që ma përmendni këtë ore, u hoqja non grata, se nuk e kam marrë vesh këtë informacion. U hoqja jo, po tani si keni fytyrë, domethënë që mbasi i than shqiptarëve që u hoqi non grata, do hiqet non grata, tani i thoni a shkoj unë Matan Oqeanit apo jo, a shkoj unë në USA apo jo, o pika. Nese, nuk kanë rëndësi këto, edhe nuk kanë pikë rëndësie, edhe ato që thuhen lart e poshtë, muhabete lagjesh, tamam muhabete lagjesh, nuk kanë pikë rëndësie edhe këto sharje, ja urdo. Non grata është hequr nga dash, thot ky tjetri, sot i madh, kur do të besoj njeriu beson budallëkun, nuk ke fare qa i bën. Prandaj edhe të verbrit më të mëdhej janë ata që kanë sytë dhe s'duan të shikojnë. Prandaj dhe shurdhët më të mëdhej janë ata që i kanë veshët dhe s'duan të dëgjojnë. Se shefe dëgjon njeriu, po kur s'do të shohë, s'do të dëgjoj, është e kot, është komplet e kot. Tallu thot ky se kshu e do ky milet qyryk i tëri në verjen jug. Këti mileti, ti dhe kush e keq përflet, i merr të keqen i dashurim. I merr të keqen sepse ky milet jep ujin bisht lugës.